Ministri i Financave Petrit Malaj deklaroi se në mbledhjen e sotme të qeverisë është ratifikuar marrëveshja mes Shqipërisë dhe Polonisë për sigurime shoqërore. Në mbledhjen e sotme të qeverisë është ratifikuar marrëveshja midis Republikës së Shqipërisë dhe Polonisë për sigurimet shoqërore. Është një propozim që vjen nga Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit. Kjo është marrëveshja e 21 nga nismat që ka ndërmarrë qeveria me vende ku ka diasporë të shqiptarëve jashtë territorit të Shqipërisë. Ministri u pyet dhe për faljen e detyrimeve tatimore dhe doganore, ku tha se po finalizohen aktet nënligjore, ndërsa shtoi se do të përfitojnë të gjithë tatim-paguesit që plotësojnë kriteret e ligjit. Për sa i përket akteve nënligjore, ato janë drejt fazës finale të tyre. Unë besoj që shumë shpejt do dalim me aktet nënligjore dhe me udhëzimet përkatëse për sa i përket qoftë paqes fiskale, qoftë fshirjes së detyrimeve. Patjetër që do të përfitojnë që të gjithë tatim-paguesit që plotësojnë kriteret e ligjit faljes së detyrimeve. Ministri foli dhe për marrëveshjen me Greqinë për pensionet, ku theksoi se negociatat janë shumë intensive për shkak të numrit të lartë të shqiptarëve që jetojnë atje.